Për punë e udhëtorit nuk po më i pat vetë. Për shkak se na që kena dëgju edhe dëgju ko pas kohë, kjo çështje lidhet edhe me distancë kur merr rrugë, domethënë në kohërat para kur s'ka Kur ka nisë njerëzit kom. kur ka nisë njerëzit kom, ose me deve, aso nëse i ka kilometra ose ki rrugë gjatë, atër të lejohet me prish agjerimin, dërsa në përshë njerëz që na rrethojnë shok njafshëm sana, që shkojnë deri në Tiranë ditë sotit, për shembull, 3 orë gjysmë me automjet, fllatin kerr, klima këtë, a din valla shkuan në Tiranë më do të prish sa. Po shikon, nuk është mirë njëri me gjetë një pretekst, shembull se një ditë e agjerimit në Ramazan nuk e ka vlefën e ditës e agjerimit jashtë Ramazanit, se ti ato ki drejt. Ma drejt ta ka dhënë Zoti udhëtorin, e ka liruar Zoti. Çdo me kilometra pra po na. Po 92 kilometra, tash 85 kilometra. Po të dikush shkëndim Prizren, më thon valla. Unë isha një rast në Pej edhe më erdhën do pi Prishtinës edhe thon pi shkurtojmë namazin, pse tha jena udhëtar. Po për Pej Prishtinës në Pej, çfarë udhëtari je me Mercedes ja, klimën po nxet. Pra unë jam prej atyre njerëzve, prej që tham, ata që kanë mundësi në Zotit ka leju si udhëtar me hangër, po ata që kanë mundësi mos të prishin, pse? Se dita e Ramazanit ka tjetër vlerë me ditën që kemi ngjinu mas Ramazanit. Pra ata që kanë mundësi, nuk është mirë me shfrytzu këtë drejt, edhe pse ki drejt. Shembull, kam pasur do xhallar në fillim që reja se ka me bërë me këshir vjerrin, as vjerrën. Babën e burrit edhe nënën e burrit. Theshin do xhallar për por, po tash i kanë rënë. Ja nesër me na grot ka pa. Po jo vjerrin edhe vjerrën. Po një jabanxhi me të kërkun ndihmë ki për detyrë me ndihmu. Unë e përdori ka një fjallë se këtu në Mitrovici jeni pak i keni edhe këta këshin ngat. Po nëse janë po shkallë me të lymë ndihmë të me dhon njëri. Nëse ki mundësi se nuk ligesh në këtë aspekt, po ti je më i fort. Pra e lere mos me ksyr babën edhe nënën e burrit. Që jeton me një njeri, që e ke boj jetën një, mos e bashkëshërësia është jetë një, e tash. Po në realitet, edhe burri tani e ka për detyrë me sjell mirë me babën edhe me nënën e grus. Se është e ndërsjellta ja. Mos problemi, po ki drejt, po dësan edhe pse ki drejt, nuk është mirë me i shfrytzu edhe në Ramazani. Ramazan, për shembull, njeriu që ka mundësi. Prej sa vjetë njerëz kanë obligim me agjëru? Në Islam është puberteti, dhe mosha madhore, edhe të vajza edhe të djali kur thyn mosh, ai dikush në 12 vjet, dikush 13, dikush 15, dikush në 18, dikush për vetë i deskret ose në mbyllë kur na i thojna